Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko dhe si gjithmonë për te kamerave kena Elvisin, producentin e Oda Podcast. Sonde për ju kena një ftume speciale e cila jeton në komunitetin e Michiganit, por është një artiste shqiptare, një këngëtare, Gerona Hyska. E kena sot këtu në Oda Podcast, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësia është e gjithë e imja. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit si ju që pranut më ardhë dhe mendoj që Oda Podcast, si e kena thënë gjithmonë, fton këtu shqiptarë të komunitetit, nga të gjitha troje shqiptare, dhe në rastin e sotëm kena një këngëtare e cila është e njoftën në Shqipëni dhe në barë troje shqiptare kudo që janë, por kena fatin ta kena në diasporën e Michiganit për shumë vite dhe merr pjesë në shumë gëzime të familjarëve shqiptarë këtu në diasporë, sepse si që kena thënë përpara, gjithmonë shqiptarët e Michiganit dhe shqiptarët e Amerikës, festat dhe gëzimet i bëjnë me këngën e bukur shqiptare. Edhe herë mirë se erdhe në Oda Podcast. Edhe kënaqësia është e gjithë e imja që ndodhem këtu te ju, sidomos në Michigan, sepse vërtet dhe realisht kam gjetur një përkraje shumë të madhe nga komuniteti shqiptar. Kështu që gjë rastin pa filluar intervista, ti falenderoj që në fillim edhe tani. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Përshëndetje. Përshëndetje. Atë prezantimin e bani Marko, por edhe për janë steme. Ne në përgjithësi në thojnë që o thirrni vetëm Shkodran, flitni veç për Shkodrën, por na nuk lam kur pa përmend ose pa ftu edhe të tjerë. Mandena është dhe një shprehje tjetër që thojnë o korçare o hiq fare. Edhe pavarësisht se Marku nuk e përmendin, po këtë vajzën fantastike të komunitetit ton, bi Shqipërijet, talent Shqipërijet, është vajzë nga Korça. Por Shkodra dhe Korça kanë historikisht ka një lidhje që nuk din me e shpjegu. Në fakt duhet me pa i fija të DNA-s ku na lidhet aq shumë, domethënë sepse kemi një kombinim të papa. Është vërtet e çuditshme sepse ne Korçë dhe Shkodër gjithmonë kemi marrë dhe kemi dhënë shumë. Pafund. Edhe vazhdojmë me marrë me lanë shumë. Marko për eksperiencë. Ja, edhe kur nuk marrim, edhe kur nuk napim, por rrim bashkë, dhe më thënë, gjithmoni kena ta serenatet e kena bashkë, taurinat e kena bashkë, shëshnin e kena bashkë. Nuk ka Korçë pa Shkodër dhe s'ka Shkodër pa Korçë. Vërtet. Po për ty, mirë se për ne ka. Marko, eksperiencit tash personale, është i lidhën bosh me Korçën. Unë shumë shoqni të afërt e kam korçare, po ti e dashur? Le të mbetemi te shoqënia. No, realisht, kam një shoqëri shumë të gjerë nga Shkodra, edhe gjithmonë më kanë dashur pafund, më kanë dhënë një respekt shumë të madh, më kanë suportuar pafund edhe nuk e di thjesht rrjedh muhabeti. Është shumë gjë e natyrshme, Korça dhe Shkodra nuk e di domethënë. Ja, besoj se po e ndjeni vetë. Patjetër. Këtë dashuri dhe harmoni dhe që krijohet. Faktikisht sa bo takum sot, për i herë të parë ndoshta i na taku edhe herë tjetër, por memoria ime nuk është shumë në formë. Ska gjë. Por sinqerisht të ke atë dashurinë, mirësjelljen që të dallon. Për se sa një vajzë amël dhe edukume je. Kështu që ky falenderim në fakt për një familje të shëndetshëm dhe gjithmonë edhe një fëmijë mirë, kështu që shumë faleminderit. Faktikisht unë gjithmonë përpiqem për atë gjë. Nuk e dua vëmendjen për të treguar se kush jam, sepse njerëzit gjithmonë e harrojnë çfarë ju thua, por nuk harrojnë se si e bën të ndihen. Shumë e vërtet, është një prej gjanave që na e predikojmë gjithmonë folat e fjalën e mirë, sepse ajo nuk harrohet kur. Është e vërtet. Kështu që të kthehemi pak te Gerona. Po. Një vajzë që lind në Korçë. Një qytet me tradita dhe kulturë,
Si Shkodra. Se nuk do e lem tani, tani nuk do e lem. E di pse nuk do e lem, më fal, sepse ma filloi kunjën që në fillim. Jo po thon, jo po ma than që nuk ftojmë Korçare, ftojmë vetëm Shkodran. Kështu që edhe duajmë po kemi edhe një sfidë kështu brenda mbrana grupit këtu. Jo, është sinqerisht është kënaqësi. Na trego pak si filloi karriera jote pa lance shumë shikuesa, kush të një, e din që ke një vajzë konkurruese në X Factor. Gjithashtu ke marrë pjesë edhe në Eurovision, domethënë prap është një karrierë e mirë, fill për moshën e re, shumë të re që ke, edhe ke shumë për me fol. Në këtë minutazhin ton ashtu pa mujtë më përmbledh tan karriera jote me gjëra të vogla. Po disa pika të vogla që mund të dallosh prej fillimit edhe deri ku sot ke arrit që një vajzë e suksesshme, si në karrierë, edhe si në jetën biznesit, si person. Nuk e mohoj, ashtu si çdo artist, fillimet e mia i kam pasur te dushi. Mark, këndon dush? Po, ja, unë mendoj se talenti zbulohet në dush. Bravo. Shumica talenteve, jo vetëm. Kështu që aty ka qenë skena ime parë. Edhe vërteta. Edhe ata me emocione të plotsa. Një gjithë të shia ku kënoshen dush apo dinjë veç vetë? Nuk e di, nuk kam marrë ndonjë trokiti. Dushi, pastaj mbaj mend kam qenë shumë e vogël kur baba im ka emigruar jashtë Shqipërisë. Edhe mbaj mend veten time, kapja telefonin edhe kisha një dëshirë shumë të madhe të krijoja këngë për babain tim. Dhe qëllimi ishte që të shifja se si do reagonte mami, si do reagonte gjyshi, sepse doja të dija se si ndikoja te njerëzit. Domethënë që e vogël kam pasur këtë gjë që doja të përcjellja emocionin. Edhe pak a shumë aty familja ime e kuptoi që shif se kjo gocë vërtet ka talent, pavarësisht se unë kam të trashëguar. Këndon gjyshja ime, këndon gjyshi, këndon babai im, këndon xhaxhai. Edhe nga ana e mamit këndojnë, po talentin e kemi më shumë nga babi. Pastaj koncertet e fëmijëve në qytetin e Korçës, më vonë kur fillova studime në Tiranë, merresha me pjesën e muzikës live çdo fundjavë. X Factor, Eurovisioni, derisa vendosa që të vi në Amerikë. Tandra amerikane, para 8 vitesh. Ja, se kjo ta kena vendos me me lëshu Shqipëni për kërkuar në Amerikë, por mendoj gjithmonë se është pak si histori e ndryshme nga çdo emigrant, mënyra se si vim në Amerikë, ose ku shkojmë në emigracion. Pra, na shpjegoj vetëm me pak fjalë mënyra se si erdhe. Ishte e vështirë për ju, për me u largu nga Shqipënia, ishte një vendim, se në Shqipëni, ti e ki pas një farë karrieret. Ti e ki pas një status. Pavarësisht se kanë qenë fillimet e mia. Pavarësisht se kanë fillimet, po prap në rrugën, ki kanë në rrugën e artit. Po. Unë kam pa disa video tuja të viteve të kalume, kanë shumë popularitet në YouTube, kanë kap miliona klikime. Dhe më thonë, nuk ishte një fillim i pa suksesshëm. Pra, si more ti këtë vendim që të shkpuqet vishë në Amerikë? Është gjithmonë kjo pyetje më vendos pak në emocion, sepse gjithmonë e kujtoj atë vendim që kam marrë. Me bukur është se unë kur kam ardhur në Amerikë, kam ardhur vetëm për pushime. Kam ardhur për qëndruar vetëm për 2 javë. Edhe më është bërë kaq shpesh kjo pyetje sa unë vazhdoj dhe e përmend gjithmonë. Dhe jo më larg se sa dje, kemi qenë në kafe me miqtë e mi edhe duke u treguar intervistat e mia, në pjesën më të madhe të intervistave unë përmend që kam ardhur me një valixhe shumë të vogël dhe vazhdoj ta përmend në çdo intervistë, por nuk e kuptojmë pse. Nuk është ideja sepse jap gjithmonë të njëjtën përgjigje thjesht për të treguar atë sakrificën, sepse nuk është se kam bërë një sakrificë të madhe, duke menduar që kam ardhur thjesht për të pushuar. Thjesht e kam dhënë atë përgjigje për të treguar edhe shqiptarëve se ndonjëherë gjëja më e bukur edhe gjëja më e vështirë kur ti vjen me atë valixhen e vogël, edhe që vjen në një Amerikë kaq shumë të madhe, vjen në një botë komplet tjetër, edhe thua që shiko se kam ardhur këtu, dua ta shijoj këtë vend, dua ti marr gjën më të bukur edhe thjesht ti iki.
Dhe kur kam ardhur këtu dëgjoja plot historira të njerëzve, kanë ardhur me vite më përpara kur kanë emigruar, edhe gjithmonë më kanë treguar atë pjesën e vështirësisë, kemi ardhur këtu, kemi ardhur nga ande, kemi ardhur nga këtu, kështu ashtu. Edhe as po dale prit, tale tregoj se edhe unë kam ardhur me një valixhe të vogël, pavarësisht se kam ardhur thjesht për pushime. Por që realisht nuk është se kam pasur dëshirë që të jetoj këtu, për të qenë sinqert, sepse kisha një botë komplet tjetër në Shqipëri. Vetëm fakti që mua më pëlqen shumë ta vendos veten në sfida. Kam një karakter shumë të çuditshëm që gjithmonë dua të shoh veten deri ku do arri në një ambient që as nuk njoh dhe as nuk më njohin. Edhe më jep një kënaqësi shumë të madhe për të ditur se deri ku do arri. Edhe kam filluar të këndoj javën e dytë kur kam qenë në New York. Dhe si kam gjetur shoqja ime ngushtë nga Korça. Gjen një vend që unë të performoj live. Thot shive veten, fillo diçka të lezetshme, thjesht që njerëzit aty të njohin, dhe pastaj ktheu sepse Shqipëria këtu është. I them, okay, por s'mundem sepse zemra është ande, gjërat e mia janë ande, këtu nuk më njeh askush, këtu askush nuk e di që unë merrem me muzikë. Më duket vetja shumë që e vogël këtu midis. Vendi pa njohtën dhe ti e pa njohtën. Po, edhe thjesht është ajo ideja që ti vjen vetëm për të parë bukuritë e këtij vendi edhe hajt mor bye, do iki, do kthehem. Nuk ishte ashtu. Ja ku jemi këtu pas 8 vitesh. Iki vi. Shumë mirë. Është ajo dilema që ti gjithmonë je tranzit, ti iki, të vi, të ri, ti jetoj këtu, të kthehem në Shqipëri, të vi prap këtu, domethënë unë besoj që nuk jam e vetmja që e përjetoj këtë ndjesi. Nuk e di se sa vite keni ju këtu që jetoni, se zakonisht ajo historia që kudo që kam dëgjuar, ato 5 vitet e para njerëzit kanë gati valixhet e dera, që janë gjë gjithkohës, do ikim sot, do ikim nesër, do ikim sot, do ikim nesër. Edhe thoshin gjithmonë ajo shprehje që të martë Amerika me të mbara dhe hajde se kolla janë këto, 5 vite dhe pastaj sa eron. Grona, ju jeni një shembull i asaj pjesë që përmendet shpesh në Shqipëri, shpopollimi i Shqipërisë. Dhe me thonë, nga Shqipënia po ik truni, po ik talenti, po ik arti, dita ditës për 30 vite, jo vetëm tash. Pra, na që jena këtu në Amerikë, knashna kur vjen një vajzë si ti ose një djalë si ti, cilët na bjen një farë kulturët, na bjen këngën shqiptare ose vallën shqiptare ose një artist, sepse ju mungon. Na mungon. Dhe e ndërton diasporën, e bën diasporën edhe më të fortë, më me traditë. Por në njëjtën kohë dobësohet Shqipëria, sepse sa më shumë artistat të ikën Shqipërisë, sa më shumë rini si puna jote të talentuar, aq më varfën ka më kanë Shqipëria. Dhe si që tha parti, ti shkon edhe në Shqipëni, vjen edhe kjo. Por prep është vendimi jot. Unë jam e sigurt që ne të gjithë me trup jemi këtu, po me mendjen në Shqipëri. Edhe sidomos në emigrantët e kuptojmë më shumë se një mallin për Shqipëni. Por në njëjtën kohë njeriu ka jetën e vet personale dhe do ta jetojë jetën e vet personale, sepse njeriu ka ëndrat e veta. Jam e sigurt që ndjekësit kur ta dëgjojnë këtë bisedim, pyetja që u lind natyrshëm, sepse mendoj që edhe mua do më lindte nëse do dëgjoja këtë bashkëbisedim. Pse gjatë gjithë kohës flasim kaq bukur për Shqipërinë dhe nuk kthehemi mbrapa? Jam shumë e sigurt që edhe ju ja u kanë bërë më përpara, sepse unë gjithmonë në videot kur ne jemi duke folur për Shqipërinë, thonë po mos flisni shumë pse s'ktheheni. Edhe është kur i thonë easy said than done. Nuk mundesh ndryshesh për një që ka ardhur tash që 5 vjet, 8 vjet, 10 vjet, e ndryshesh për një për 30 vjet. Mendoj që është edhe te pjesa e asaj çfarë ke nga mbrapa, se ndoshta ju që keni krijuar familje është më ndryshe, kurse ne jemi akoma në atë fazën e krijimit të diçkaje dhe besoj që për ne është akoma dhe ndoshta edhe më thjesht për të lehtësuar përgjigjet, e kuptoni domethënë. Por që në fund të fundit jemi edhe pak njerëz që mendojnë për veten, sepse ti e do që është më mira për ty. Manjol, po patjetër nëse nuk do duam veten, kush do na doj? Kush do na doj nëse nuk duam veten? Po i dojmë na, i dojmë popullin. Popullin na do dhe ne duam popullin. Por është edhe ajo tjetra që sikurse mos i kishim ju brezin e ri, një brez më të madh, domethënë gjithë këto breza
ne edhe nuk na mungon shumë Shqipëria me kuptimin që se ne kemi kriju një Shqipëri të vogël. Sepse ne na mungon si fakt asnjë gjë me kuptimin përveç vendit ton, njerëzve tanë se shumica dhe s'kan shumë më njerëz atje sepse janë tanë të shpërngulur në vende të ndryshme të botës, po ama ti je dëshmitare që ke shqiptar që është ajo Shqipëria vogël. Po patjetër që po. Patjetër që po. Edhe kjo është fakt, ne gjithë mundohemi. E keqja e emigrimit, po e mira ne që kemi emigruar sepse si jemi vetëm. Po. Ne kemi më të mungesën shumë të sepse dhe ne besoj që jemi munduar ta gjejmë pak Shqipërinë këtu ose ta sillim atë Shqipërinë edhe besoj. Kemi ndërtuar një Shqipëri. Kemi ndërtuar, është e vërtet. Është e vërtet. Dhe mua kjo më ka bërë më shumë që unë të qëndroj këtu në këtë vend, sidomos në Michigan, sepse unë kam jetuar më përpara në New York, edhe aty komuniteti shqiptar është shumë i madh. Pafund. Lidhën, i madh, organizuar. Gjithë. Por këtu nuk e di, këtu më duket pak si më i mbledhur, sikur krijon ato dyert që ke familje të tjera, ndihesh më e ngrohtë, më nuk e di, më duket është e çuditshme tani për shkak kur mendoj ndonjëherë që të kthehem në New York, nuk e bi dot. Kam jetuar diku te 4 vite në New York. Po. Shumica domethënë është në New York apo këtu. 4 vite aty, 4 vite këtu. Jam por tani që mendoj për të kthyer në New York nuk e besoj se do e bëja dot. Tani më duket sikur i njoh gjithë, më duket sikur më duan gjithë, sikur i dua gjithë, sikur krijon atë vendin tënd edhe po. Nuk e di, është shumë Gerona, deshta me të pyet ke shumë videoklipe që ki bën në Shqipëri. Po ke edhe bashkëpunime në videoklipet. Çdo artist ka ata këngët e veta që i ka hit. Ka mundësi me na shpjegu pak a shumë ata këngë që ke ma hit tuja dhe se më na shpjegoj dhe marr mikrofonin na të këndoj. Na jep një demo të vogël se kështu të shkallëset me galo. Është shumë e çuditshme se gjithmonë kur thon këndoj një këngë heron gjitha. Më që se jemi në Amerikë do këndoj vetëm një këngë kështu. Po mirë. Jo, ti do këndosh disa, mos mirë. se do e kalosh shumë me një refren. Meqense tha, kur nata korçën e mbulon dhe kafen e të mbushen plot, atje janë zemra ime dhe vajton dhe raki kërkon. Do të vi më shpirt, do t'ulem dhe do t'pi zjarin e zemrës si me ta shuaj moj me raki. Bravo. No zemra. Se deri në fund do i këndoj nga pak kështu të gjitha temat. Normal duhet mi prek gjitha ato. Unë desha me di që ta dinë edhe publiku, për shembull, pavarësisht se ata numrat në YouTube e dinë se publiku e din, po më na thonë aty të podcastit cili është hit. Kënga më goditse dhe më hit që ka qenë është kënga Luj me Beskallakun edhe me Klodian Kodrën. Ka qenë një këngë që pak a shumë ne e kuptuam që do ishte hit, e morëm atë hintin e parë në sensin që diçka e bukur ishte duke ardhur. Por që do kishte aq pëlqim edhe aq përkrahje nga publiku, nuk është se realisht e prita gjë të madhe. Edhe videoklipi është realizuar në mënyrë shumë të çuditshme, se unë kam qenë në New York edhe Klodi me Besin kanë qenë në Shqipëri. Nuk jemi takuar kur në asnjë pikë të videoklipit. Interesante. Është një këngë shumë e bukur, jam e sigurt që njerëzit e njohin. Ka shumë e bukur, po videoklipi është shumë videoklipi i përsosur, më thënë. S'ke pa me vëmendje Mark. Më shumë i arritën, po më bën përshtypje mënyra se si e keni kombinuar, se ti the ke New York, ata në Shqipëri në New York, edhe kam bërë mjaft videoklipe në këtë mënyrë kur kam qenë në Amerikë. Pjesa më të madhe të kohës çunat kanë qenë në Shqipëri, kurse unë i kam realizuar në Amerikë. Nuk është se kuptohet se ka qenë një produksion super i paparë. Shumë bukur. Por që ka dalë kam 2-3 hite që vërtet janë këngë të bukura edhe këngë që realisht janë pëlqyer. Pavarësisht se është shumë e çuditshme një çik stilim, se unë videoklipe dal me këngë moderne edhe realisht në jetën reale, më ke këngëtare në përdasma, këngëtare në gëzimet familjare. Edhe është fat. Më besoni që është fat. Dikur këngëtarët e kishin pak problem të pjesën e dasmave. Ishte ajo ideja që unë jam këngëtare, nuk do shkoj në dasëm, sepse unë këndoj këngë moderne, unë këndoj këngë kështu, unë këndoj ashtu, edhe ndërkohë tani ka ardhur koha
që gjithë këngëtarët edhe këngëtarët që këndojnë muzikë moderne sot i ke këngëtare surprizë në përdasma. Normal. Në fund të fundit jemi shqiptarë, ne traditën e kemi gjak vllai. Kështu që ne nuk dalim dot nga ajo që na buron e gjak. Sado që kena qenë nuk e kam madje mendoj që është gabimi im që unë akoma nuk jam shfaqur me videoklipe me këngë popullore, sepse duke ditur që deri diku e zotëroj muzikën popullore, por që jam në krime të disa projekteve. Kështu që është më thjesht edhe për publikun, se ndonjëherë është ajo ideja që për një sekondë se me këto videoklipe është tepër moderne, se besoj që mund të jetë këngëtare dasma live kështu e ashtu. Por që jam në krimin e disa projekteve dhe çfarë do lloj gjëje që të këndoje, kudo që të shkoje, kudo që të konkuroje, çfarë do lloj videoklipe, unë e dua shumë muzikën popullore. E dua shumë traditën. Jam një gocë tradicionale. Bashkëpunimi jot më i mirë? Në projekt apo në live-et e mia? Në çfarë të dush? Se e shoh që është me spec, zgjidhen me. Shiko, tregu është pak i vështirë për momentin. Edhe të thuash që bashkëpunimi i mirë është me këtë person sepse ka klikime më shumë, nuk dua ta specifikoj në këtë mënyrë sepse zot Okej, unë do ta them se unë njihem për këtë pjesën realiste në mikrofon, domethënë sot tregu ka ardhur që ndoshta shumë këngë që realisht duhen vlerësuar nuk vlerësohen, sepse vlerësohet, jam shumë dakord, artistët e duan të bukur, njerëzit e duan pafundësisht gjën e bukur, por më vjen keq që në ditët e sotme më shumë është pamja fizike se sa gjëja e vërtet, talenti, emocioni, ajo gjëja reale që ti. Kështu që bashkëpunimet nuk kanë bashkëpunim të keq. Çdo bashkëpunim ka atë gjën e bukur, ka vlerën e vet, ka stilin e vet. Unë dua t'i falenderoj bashkëpunëtorët e mi, fakti që kanë pranuar sepse ka qenë Altin Sulku, personi i parë që kanë bashkëpunuar dhe ka pranuar, ka qenë Besi, Olsi Bylyku, vazhdoj të kem tani siç e përmenda pak më përpara projekte të tjera. Mendoj që çdo njeri ka stilin e vet dhe për aq kohë sa kanë pranuar që të jenë në bashkëpunim me një këngëtare të re, sepse është gjithmonë kjo vështirësia e këngëtarëve me emër kur ti akoma nuk e atë emrin shumë të madh, ka këngëtarë që nuk pranojnë, ka këngëtarë që nuk pranojnë. S'po kalojnë. Tash dëgjoj do na tregosh ti që ka dhe këngëtarë që pranojnë. Po, atë e morëm neve. Që janë realisht, unë mendoj që realisht janë artista sepse njeriu nuk duhet haroj nga vjen. Njeriu duhet jetë shumë i njohës. Të gjithë kanë filluar në nga zeroja. Askush nuk doli me një këngë edhe u bë hit. Jo. Se ka shumë këngëtarë që sot i ke të famshëm edhe ndoshta pjesët më të mëdha të këngëve të përpashme i kam fshirë, sepse tani janë në hite. Unë mendoj që çdo njeri duhet të zjat dorën diku. Jo, unë jam publik, nuk jam pjesë artit ose pjesë artistave shqipnisë, sepse është një shkallë tjetër, por mënyra si e shohun si publik artin ose këngën shqiptare, më duket shpeshherë është një luftë në thojza midis artistave shqiptar, atje në Shqipëri, më shumë se kërkon tjetër, dhe kisha me thënë luftë brylash ose luftë për ekzistencë. Si është se nuk du me një specifik me i thënë disa gjëra. Fillove me këto pyetje, Mark, por sidomos unë i du femër shumë, maksimum. Të lutem. Por me duke se edhe kur vjen puna të disa artiste ose disa këngëtare, i shoh si krijon një xhelozi për këngëtarin tjetër ose për një këngëtar tjetër. Tashti unë nuk du me të vuti në pozitë që të bish dakord me mua apo jo. Unë thash është nga ana e spektatorit. Është e vërtet. A bjen dakord me mua se është një luftë e ftohtë ose groh. Mos haro që xhelozia në ambient e punë ekziston kudo, ha? Jo vetëm te pjesa e artit. Diskutohet, jo. Unë jam shumë e lumtur për veten time që çfarë do lloj hapi që kam marrë në jetë nuk më ka ndryshuar dhe xhelozin nuk e konsideroj as pak në asnjë fushë të jetës time. Sepse mendoj që xhelozia është për njerëzit e dobët. Një njeri i dobët ka xhelozi.
i vetmi rival që duhet të ketë njeriu është vetja e vet. Ta përmesosh vetë, bësh, po. Kështu që Me të thënë drejtë, në fakt, do të ndërpres për 30 sekonda, po, sepse Marku më shan gjithmonë. pse? Ta tregoj unë. Okej. Sepse në një episod kur unë kam thënë që xhelozia, sa po e përmendi kjo vajzë, ekziston vetëm në ato persona që janë. Kur më jesh mirë me vetin, s'ke nevojë me kanë xheloz. Çfarë kam thonë vetë? Ti më ke thënë, mund të trekon femnat, më tha ky muti, mund të trekon femnat? Unë e kisha Unë kam të një kjo. shprehje tjetër, e kam ma një trego. moto. Po. Them gjithmonë kështu. Luanesha nuk ka kohë për t'ju shpjeguar deleve pse është mbretëresh. Gjëra në ja. Shko shpeje gjë. për. Unë Mark jam shumë suportuese e femrave. Tja pak dorën. Okej, ne vedore, natën e një. Sepse unë kryqëzohem nga Marku, Ja, kur i ja, dal, ja, ja. kur i Se- dal femna, edhe Se- dëgjoj, se- jo pastaj thot, unë i du femrën. Ja. Unë Mark. të një diçan, fal. Po, pa të lutem se kemi të vetmin mashkull midis nesh, edhe po t'japim prioritet sot, se po u futëm ne në fuqinë e femrave, nuk do flisja fare sot. Po, uroqi ke dy femra. E shikon? Të vazhdoj? Vazhdo. No, unë të garantoj 1,000,000% Po. se unë i du femrat më shumë se Seda në herë, një. Nuk e para. besoj. E para. Nuk e besoj. E para. E dyta. Po, zot që më erdhi Mirë, e dyta. Unë kur flas për femrat, them këtë. Që në raport femrat me femën, e meshkujt me meshkujt, femrat janë më xheloze për njëra tjetrën se sa meshkujt për njëra tjetrën. A kjo a fakt, unë nuk ka se po i uli. Kemi hyrë në një temë shumë të bukur, Okej. që unë vdes të flas për Po. këtë pjesë. Do shta shumë femra nuk duan të Okej, flasin. nuk do të hapim shumë gjatë. Po të le, Nuk do të jo, hapim vetëm gjatë. vetëm për sekonda, pak. vajzë. Vetëm Okej. po të le të përfundosh. Vetëm për këtë flason. Që femrat janë më xheloze njëra për tjetrën, se sa në meshkujt, na më cool, si i thënë. Kurse Jo. femrat Nga përvojën personale mendoj që meshkujt janë më xhelos për një tjetrin se sa femrat për një mend? tjetër. Gjyro, Po. zot që... Po, dëgjoj dhe herë dorën në vllë. Të lutem. dakord, mendimi jot. Markun e du femrën si qenie. Po. E du. E di pse e du? Sepse femra ka një fuqi kaq shumë të madhe sa të ka sjellë ty në jetë. Po, Një. bi dakord atë. E para, e dyta, nuk jam dakord fare me femrat që kanë xhelozin ndaj njëra tjetrës. Unë e dua suportin nga femrat. Edhe madje një nga dëshirat e mia më të mëdha është që një ditë të realizoj vetëm një kongres të madh, jo një dhomë me 100 femra, një kongres vetëm të mbushur me femra, vetëm për të treguar femrën se sa e fuqishme është dhe se sa mundësi ka femra për t'ja dalë në këtë tokë. po. Sepse këtu në Amerikë, Po. më fal që po e them dhe më fal që po e përmend, pjesa më e madhe e femrave janë akoma që qëndrojnë në shtëpi, rritin fëmijët, qëndrojnë brenda dhe vetëm gjë që kanë është të flasin me njëra tjetrën për femrat e tjera. Pse? Sepse kanë mbetur në atë horizont dhe kjo nuk është faj femrës. Deri diku ka femra që e zgjedhin këtë gjë. Unë nuk dua që femra të jetë shërbëtorja e mashkullit. Më beso që jam duke folur dhe Absolutisht, jo. edhe mishi im është kokër, e di Bi pse? komplet dakord. Sepse më vjen shumë keq që këtu meshkuj shqiptar kanë akoma një mentalitet shumë të vjetër. Femra duhet të rinë në shtëpi, të pastrojë, të lajë, të rritë fëmijët edhe kaq. Jo. 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 Femra duhet të dalë aty, të luftoj, të ketë suksesin e vetes, të jetë independente, të tregoj mashkullit që shiko se në këtë tokë jam edhe unë këtu me ty. Sepse më beso, mashkulli më i fort, mashkulli më gangster, mashkulli më i fuqishëm, mashkulli më me lek, mashkulli më i pasur që mendon sepse egoja e mashkullit mendon që gjithmonë ka çfarë do lloj gjëje. Në fund të ditës ka nevojë për një femër shumë të fortë, dhe ti thot, sot u lodha, kam nevojë për një përshafimin tënd. Po. Por, unë këtë kundërshtoj ty, Pse? në një pikë, Pse? se thu që nuk janë mundë me kenë në individ, shamu aty në femnave, por femnat në shqiptare në Amerikë, në përgjithësi, kanë, jo vetëm që kanë lirin, individuale, Pikërisht. po dhe Jo, nuk po them për lirin. Nuk fal. Nuk po them për lirin, Fal. Mark. No. Po them që atë liri duhet ta kapin në dorë dhe ta shtrëngojnë dhe Ta të kapin. kuptojnë se sa të Po lira janë. Nuk është se meshkujt ose burrat janë të i Mark, të lutem, Mark. Dakor. Të lutem, Dakor. meshkuj shqiptar Dakor. vazhdojnë e ruajnë atë tradicionalin që unë jam burri i shtëpisë. Dhe në këtë shtëpi duhet bërë çfarë them unë.
Po, ja, tash unë kështu e mendoj, nga është e drejta ja. Unë jam kundër asaj. Unë këtë po them, unë du femrat të ngrihen më vëlla, unë du femrën e suksesshme, e du femrën që të vinë një ftesë të më thotë hajde Geron, se po hap një biznes timin. Dakor. Hajde Geron, se jam femra këtu, e di. Pa diskutim që po. Pafund dhe unë i falenderoj, ju them faleminderit që ekzistoni. Faleminderit femrës që ekziston si qenie njerëzore. Por thjesht me qënë se u hap tema e femrës dhe më thej që femra me femrën është xheloze, ndodh, nuk e mohoj, ashtu si meshkujt me meshkuj janë xheloz, ashtu dhe si meshkujt flasin, ndoshta edhe ndonjëherë dhe më shumë se sa femra. Jo, nëse është e vërteta. Është e vërteta. Unë më thot mua jo më. Është e vërteta. Në realitetin e jetë. Unë them pak për të pjesën e realitetit, nuk e shef. Nuk e shef apo do thjesht ta kamuflosh sepse e marr. Jo, nuk e shoh. Jo, është e vërtet, Mark. Nuk e shoh. Sepse do të na pyesësh në femra se sa vuajnë nga këto gjëra. Unë bi dakord me atë që thuaj sepse unë kam qenë ushtari i femrës gjithmonë. Edhe para se marrë në Amerikë, sepse mendoj që femra shqiptare është e abuzume, unë mendoj që femra shqiptare ka qenë shtypun, edhe vazhdon të jetë shtypun, jam plotësisht dakord. Por duhet me pas parasysh se vitet e fundit femra shqiptare ka arrit në një nivel tjetër të cilin se ka pas kurrë, edhe jam shumë i kënaqur që sot femrat janë të pavarura, kanë bizneset e veta, sidomos në Amerikë, kanë profesionet e veta dhe janë të suksesshme. Ka raste që ndoshta prap vazhdojnë në një farë mënyrë, marrë një abuzim, ndoshta mental abuse i thirret, por në përgjithësi femrat shqiptare kanë një liri që se kanë pas kurrë përpara, mendim jam. E di pse flas për femrat shqiptare, sepse femra shqiptare është shumë e fortë, Mark. Po. Femra shqiptare ka duruar edhe dhunën, ka duruar tradhtin, ka duruar çfarë do lloje nga mashkulli vetëm për të mbajtur familjen. Po. Është shumë e vërtetë. Por mos haro se sot është 2026 dhe ekzistojnë dhe meshkuj akoma që shesin mend vetëm se njohin dikë një femër. Normal. Por mos harro. 2026. Dhe sot ti ke frikë të flasësh me dikë, sepse nesër e merr vesh gjysma e Michiganit se një person ka folur me dikë. Ata meshkuj janë. Ta marr parasysh se mund të jenë person publik, se X mund të ketë diçka tjetër nga mbrapa, sepse jetojmë në një jetë, njerëzit janë shumë të lirë të bëjnë çfarë të duan, të krijojnë një jetë të tyre, dhe unë nuk jam shumë dakord me këtë pjesë. Dhe sot, nga gjëra që unë kam parë, duket që meshkujt janë më shumë llafazon se sa femrat. Okay. Dakor. Jo që thuti, Thotje një edhe duhet ta pranosh të dorëzohesh kollaj se ke dy firma dhe sidomos dy firma që suportojnë njëra tjetrën. Shumë kollaj më dorëzu. Unë thirrëm feministe për Markut, por unë di shqyrëzo që është një mendje. Jo, do thamë edhe të tjetrën që mas e tha në pak fjalë, por mas një mashkulli të suksesshëm në çdo fushë gjithmonë është një femër shumë e fortë, edhe shut që e ka. Edhe unë mendoj që mashkulli shqiptar, tamam flas për mashkullin shqiptar, është 100% në suport të femrës shqiptare ose bashkëshortes të tij, që të jetë e mëshme, të jetë e fortë, të jetë krah i djathtë i tij, sepse femra shqiptare ka qenë gjithmonë simbol. Dhe do mbetet simbol në gjithë historinë shqiptare, të fillu me mretneshat tona që kena pas, edhe me gra tjera që kanë armata. Por, tërsin nuk do na me hinë dhe vunë bilans femrat e meshkujt në këtë mënyrë, ti ke shumë dhe që the, po me hion me gjithë disa anë tjera të femrës. Okej, nëse mos e vazhdo më tej, vetëm një pyetje kam. Me kaq shumë fjalë të bukura që the për femrën. Po. Me kaq lavdërime, me kaq titull që na dhat. A e zbatoni këtë në vepra? Ja. Unë mendoj që mashkulli i ri shqiptar i zbaton. I zbaton mashkulli i ri shqiptar. Kur tha mashkulli i ri shqiptar, flas rinia sot, 30 vjeçar, 40 vjeçar, 20 vjeçar, i janë të zbatu, kanë kalu në një nivel tjetër, sepse i kanë ikë asaj gjës tradicionale, jo tradicionale, po asaj gjës me tabu. Tabus i kanë ikë, shumë tabu janë thy, edhe mendoj
që sot çiftet shqiptare janë çiftet më ideale që ka pas ndonjëherë historia shqiptare. Këtu nuk jam dakord. Okay. Prapë të kundërshtoj. Nuk është Prapë të ideal kundërshtoj. në kuptimin e marrëdhënies, jo të dashurisë. Se dashuritë ndoshta kanë më të bukura dikur, Po, edhe më të forta. edhe më të forta. Por marrëdhënia Prandaj kanë qenë familjet me jetëgjatësi më të madhe. Po, është shumë e vërtetë ajo. Të shtit do na më kthi fije. Patjetër, ku do të vështi? Do na më kthi unë gjithmonë, po mërsi se doli ky muhabeti për të femra sikur Marko i kritikan. Por në gjithmonë e kam thënë, jo vetëm në podcast, por edhe me shoqërinë time, edhe në rrjetet sociale, që vajza shqiptare është shumë e mirë një tjetër, po vajza shqiptare është vajza më e bukur në botë. Jemi. Kjo, Jemi. përmenimi dem është vula, Ma jep dorën tani. jo të duhet më dorën mua. Je larg, Mark. Faleminderit. Edhe gjithmonë kam thënë që fena shqiptare është vajza janë fena më të bukura. Të lutem të e di gjithë bota, Mark. Po. E din gjithë bota, po mund të kanë me e thanë. Unë jam pjesë e shoqërisë shqiptare, kështu që kam Faleminderit shumë. Na i thoni pak më shpesh do ju lutem, se kemi nevojë. Kemi nevojë ta dëgjojmë edhe ne. Shoqëni edhe marrëdhënie me vajza të bukura gjithmonë. Më beso që në Amerikë femra ka 30 fish herë nevojë ta dëgjojë më shumë këtë gjë. Puna, lodhja, stresi, edhe ndonjëherë edhe ne veten ton kur e shohim pasqyr fillojmë të harrojmë. Kështu që na i thoni pak më shpesh, na i thoni pak më shpesh më çuna. Njëtën kohë, se vajza shqiptare është e bukur, po edhe meshkull shqiptare e kena të mirë. Kena rrazë e bukur të shti. Ta uaja të lënë komplimente, po si s'ma këty ti kompliment mrapa. Edhe shikoj që s'mori as i komplimentat në gjotha, se s'janë vetëm femnat. Keni edhe meshkull. Jeni, mama. Po e ma marki ju më djatë këtë. Jeni, 2 metra djallë. A keni dikën jetën tënde personale në këto momente? Jo. Kam vetëm veten time. E dua kaq shumë veten time sa që nuk kam kohë për të dashur dikë tjetër. Pra unë i bëj thjerje gjithë meshkujve shqiptar këtu në shtetin e Michiganit. Keni një rast të favorshëm, një rast një të leni me hub kur ka beqar, kena Gerona këtu një vajzë artiste, bukuroshe, me tanat mijat. A do e kthejmë emisionin në përputhje me tanat. Mos e nalni. Shive visi sa ju më gjëm qeshtë aty mbrapa. Në gjë e rinurte? Më thash gjë unë? Jo, unë e thash që sinqerisht që vajzat shqiptare janë të bukura, edhe paraqitja vajzat shqiptare shumë të hekse e shprehin edhe raca të tjera për vajzën shqiptare, e tregojnë, dhe këtu në komunitetin e Michiganit, vajzat shqiptare e kena vajzat më të bukura. Pa thema 30 herë të shkallën ti? Është e vërtet, po... Tani këtë e morë peshne. Kështu që... Kisha thonë fakt ajo që në dëgon për vajzave amerikane, dhe më thanë kulturave tjera, është që femnat shqiptare janë gjithmonë të majtuna, të kërpituna, dhe më thanë një estetik, nuk i shef kur, dhe më thanë, në përgjësie, se mund është me pasle në një aty këtu, por me një veshje edhe me një majtje që ka lezet. Dhe më thanë janë gjithmonë zojushe, zonja. Po, është e vërtetë edhe jo vetëm ajo. Në nivel të lartë. Po mendoj që lezetja e atmosferës jemi kudo që shkeli. Po, edhe sjellja e vajzave shqiptare, mënyra e edukatës, mënyra e komunikimit, e bën edhe më të bukur, e bën edhe më në një është më thënë kalon nivelin e femrave të tjera. E di se dhe ndonjëherë për femra shqiptare nuk ka nevojë që të blen parfume të shtrenjta dhe të bukur. Se parfumi më të bukur që ka nuk e kanë parfumin e lëkurës, kanë atë parfumin e energjisë dhe sjelljes që ka femra shqiptare. Energjia ka është nëmër 1, nuk ka rëndësi, dhe më thonë, aje shqiptar, aje kinez, aje amerikan. Po ne kemi një qik kemi atë femrën të fort, kemi atë burneshën, kudo që shkeli. Jo, do të mi qenë edhe burnesh, edhe me pas një feminitet. Po pa tjetër, pa te kemi të lindur, ne? Për atë, kështu që është një balencin i lezeqëm, të shathu, du me balon në i pyria, po hajtë mos e vetëm ti. Të lutem. Faktikisht më duke se kemi majolën sot në pyetjes. Mënyra e pozicionimit. Ja, unë jam midis, më keni lëngë du, mos unë më këtë zanë vend. Përsira për në fund. Manjojës. Do shta është vendi këtu që të bënd të flasësh më shumë, të bësh më shumë pyet. Shikën, më këtë zanë vendin, no. Ja, të premtoj që 10 herë të tjera që do vi nuk të thasë. Karike. Bravo për këtë që sa po the, sepse unë përgjithësi në fund të emisionit i thëmë që mos në harro. Do vish prapë. Energjia, prapë njën energjia. Kështu që, bravo, me të vërtet kënaqësi me pas një vajzë me kaq energji, edhe jo përveç karrierës që ke në art. Që bën tjetër.
ajo vajza independente, ajo vajza që është me atë shpirtin që do mi tregu të gjithve, edhe vetëm, më ken njësh. Kjo është një pyetje shumë e bukur, sepse realisht në jetën e përditshme e ka marrë ndryshe. E ka marrë si ka mundësi kaq pak kohë edhe ke këtë biznes, e ke këtë gjë. Njerëzit suksesin besoj se nuk duhet ta matin me kohën. Nuk besoj se njeriu duhet të bëjë një kalkulim sa kohë kam për të qenë i suksesshëm. Unë mendoj që çdo njeri duhet të zgjohet në mëngjes dhe t'i vendos disa qëllime vetes. Kudo që të jetë. Amerika ka shumë oportunitete aty jashtë. Unë mendoj që mjafton të duash, ti jesh dikush dhe ke për t'ia dalë. Nuk besoj se të pengojnë as fjalët e njerëzve, as vështirësitë. Nuk mendoj që ka vështirësi për të qenë i suksesshëm. Jo, mendoj që ka dembelizëm, edhe ka një mur të rrethuar nga gjykimi që mund t'i vendosësh vetes. Unë du që është pak ka shumë si thirrje për gjithë njerëzit, jo vetëm për se ishim te femrat. Çdo njeri duhet ta vlerësoj veten, edhe është luksi më i madh kur njeriu ka atë fuqinë për të mos i shpjeguar askujt se kush është. Konfidenca dhe siguria në vetvete, s'duhet me ta nuk e kam pasur ty, që të them se sa ti je shumë e mirë, ti duhet ta dish vlerën. Se kush je. As ti më mamush mendjen mos kush je. Mendoj që përveç se ambicjes që njeriu duhet të ketë, unë e vlerësoj shumë një virtyt që dua ta them dhe ta them me zë të lartë, që njeriu duhet të jetë shumë i njohës ndaj vetes, mirënjohës ndaj qenies vet, mirënjohës ndaj Zotit. Unë jam besimtare shumë e madhe, besoj shumë në Zot, edhe mirënjohës ndaj asaj që vjen. Njerëzit duhet të kthejnë gjithmonë kokën mbrapa, jo për të ndaluar të ardhmen, thjesht për të parë se kush kanë qenë, të luftojnë për të arritur diku, po pa u dashur të ndryshojnë karakterin e vet. Dhe mendoj që ambicia, mirënjohja si person, jo xhelozia që kam, mendoj që këto kanë qenë ato gjërat që mua më kanë mundsuar sot të jem kjo që jam. Ndoshta nuk jam më mira, por mendoj që më të mirë se mua s'ka. Jona, kam një 25 pyetje për ty. Patjetër, edhe 1 milion të tjera. Vlla, tash më dyqë më rove. Në lende. Po prap nuk ja dhash përgjigjen. Kam një pyetje. Doja që të bëja reklam bizneseve të mia këtu? Mendoj. Jo, të thush që një vajzë suksesshme. Unë luftoj dhe punoj shumë ajo. Është realitet, edhe gjithë publiku duhet ta dinë se je në një moshë shumë të re, edhe të jesh, të luftosh. Nuk e di jetën tënde personale. Do t'rregoj vetëm një gjë të vogël, meqense jemi te puna. Kur kam hapur lokalin e parë në Michigan, ishte shumë e çuditshme, ka qenë pjesa kur ka pas ndodhur pjesa e videoklipit, e këngës që u bë shumë hit, edhe vinin njerëzit, më vendosnin në 4 ekrane të televizorit, edhe pyetja më e çuditshme më vinte: "Ç'a je ti? Këngëtare, artiste, kamariere, banakiere, pastruese?" Edhe qetësohesha. Edhe I thoja: "Një sekond. Ky biznes është fëmia im. Nëse unë nuk do kujdesem për këtë biznes, kush do kujdeset?" Edhe di ç'a bëja? Ju nuk do ta besoni. Që unë kur lokalin e shifja gjithmonë plot, bllokoja tualetin, vendosja dorezat dhe pastroja që të gjithë të shihnin që unë pastroj dhe tualetin e biznesit tim. Bravo. Njeriu nuk duhet të ketë turp nga puna. Po, ashtu. Puna është gjithmonë erë. Edhe lavdi. Ajo është një shprehje, edhe e themi gjithmonë që shprehjeve si bien kurr vlera. Ndoshta nuk e di 100 vjet, 200 vjet, 50 vjet, 70 vjet, nuk e di se sa vjetër. Por shprehjet, puna është erë, kur punon, sidomos kur punon për veten, kur punon sepse don për me hecë përpara, nuk ka rëndësi se ç'a bën, nuk duhet të kesh turp. Turp është me bë turp.
Jo për me punu. Unë mendoj që njeriu duhet ta ul krenarin, se në shqiptarët e kemi pak atë krenarin. Ndonjëherë njerëzit të zgjedhin të mos krijojnë të ardhurat të mjaftueshme për nevojat bazë, vetëm për të treguar njerëzve që unë kam një makinë, unë kam një telefon, unë kam disa rroba të veshura me brand. Unë mendoj që telefoni, makina, rrobat gjitha dëmtohen. Gjëja, suksesi nuk është për të tjerë, suksesi është për ty, thjesht për të plotësuar atë gjën tënde. Që unë erdha në këtë jetë dhe krijova diçka. Kështu që Amerika më ka mësuar që njeriu duhet ta ul pakundën edhe të vazhdoj përpara. Është e vërtetë ja, edhe lëm kur të njekat rrugë. Unë deri të më bëj një pyetje që mendoj që kom e kanë interesuar publiku. Më thuaj. Një pyetje tjetër. Më thuaj. Pyetja është keni thyer më shumë zemra apo të kanë thyer Apo më kanë thyer zemra. Edhe ka ndonjëherë dashni ngerona apo tani se sa kam thyer dhe sa më kanë thyer, kjo është pas du më sa me numër, por me numër. domethënë Nuk e di. Po nuk e di se zemra mund të thyesh ditë për ditë, dashur pa dashur. po Vërtet. Kjo adhurues pafund. edhe këtu vazhdon me bëu modesten. Pastaj. Edhe këtu vazhdon të luajë. Jo, e di pse. E di pse, se ka njerëz që janë shumë velos për arritjet e tua dhe u thyet zemra nga suksesi jot. Bravo. Se nuk e Ti ma ktheve vija, unë e kisha fjalën të suksesi. Po, edhe jo. E kisha fjalën Po që të besoj se janë me shumicë. Se duke përfshirë dhe këta që sapo përmenda, besoj që janë me shumicë. A kur të ma ka thyer zemrën? Deri sot nuk besoj se ma ka thyer dikush zemrën. Është thjesht çështje zgjedhje. Dakor. Pra, Atëherë, më fal. përgjigjen e morme. Nuk i qenë ndonjëherë dashuruar? Kam qenë e dashuruar, po. Dashurinë e vërtetë apo thjesht e dashuruar, se ka dy lloj dashurish. Cili është ndryshimi, Manjol? E ndjen zemër, s'mund ta them me fjalë. Thjesht e ndjen. Që këtë njeri, ndoshta me atë njeri nuk do jesh kurrë, por e di që e ke dasht. Edhe mund të jetë punë zgjedhje, po ama e di që e ke dasht. Ti Mark si mendon? Unë sinqerisht Çfarë është dashuria për ti, Mark? dashuria për mu është se munja ma e bukur në botë, e cila të çon deri në gujë të varrit, kërkon të vdesësh e nuk lën të vdes. Por Filozofike. Por mendoj që ju keni rënë dashni normal. Nga e shef, Mark, nga sytë e mi? E shfaf nga sytu ndoshta jo, nuk di me lexo syt, por një vajzë me intelekt, me një karrierë, me një jetë shumë Evropa, Amerika, a shumë e pamundën, mos e pahat në një ideal i cili të ka rëmby zemrën. Dhe ndoshta si theti janë çështje tjera mandena që nuk jemi te. Por ndoshta është edhe ajo që të shtyj zemra dhe e ke gjithë në punë. Që ti e njeh dashurinë, e di çfarë është dashuria, pavarësisht se ndoshta në momentet që je sot nuk je të praktikuar. Po çfarë folën për femra do, Mark? Po, e the. Gjëja kryesore që ne kemi emocionin, kemi ndjenja. Po. Edhe jam e sigurt që atë forcë që e kemi është e gjitha dashuri. Ashtu. Vazhdo me pyetjen tjetër. Shumë përgjigje filozofike kjo. Këta përgjigje nuk janë të drejtë për drejta, janë përgjigje që ti nuk do më dhon përgjigje. Por prap. Unë e dash përgjigjen time. Unë mbaj përgjegjësi për përgjigjen time. Çfarë mendon ju? Jo, se dëgjoj. Nuk e tregoj. Tërgjë, unë kam një pyetje tjetër. Jo, po se niva pas ka dhënë vajza përgjigje. Po apo jo? Visi të lutem, do ta rikthesh pak ta dëgjoj. Jola të Marku. Çfarë? Po na tregoj se na iku kështu për turësh. Jo. Ke thënë zemra? Po se moram atë dashurisë. Ma Jola do emra ti? Jo. Po, do me thënë? E dua shumë veten. Je dashuruar me veten? Shumë. Nuk jam narsiste. Pa kalu në. Okej, dashuria është gjë shumë është një gjë thjesht ti nuk e përgjigje. Nika, si mendoni ju? Nuk do ta marrësh Manjola atë që mora, sepse dashuria është ajo që të fut. Dashuria është në heshtjes. Edhe të mlon, edhe mandej në nxjerr edhe një herë, edhe të thot mundesh me jetu prap. Kjo jam onda me të.
Si mendoni ju për Ky është shembull? mendimi im. E shtu them o shokë, që është dashuria, ajo është mjaltë të mojë vetëm Perëndia. E bërë shumë. Po hajde edhe një refrener të vogël tjetër se kjo ishte shumë i vogël. Për dashurinë. Po për këndush? Ja, mor, qa dashuri? Po mirë, për luftë. Për luftë. Po çfarë do? Për dashuri, më dashuri. Dashuri. Dashuria është Gëzimet në jetë për mua ishin të ralla, dhe premtimet tua vetëm për Allah. Koha kot kaloj se dhimbja nuk treti, zemra se pranon realitetin. Sa her ti ke dal me tjetër shehur, o krejt i kam dit, por vetëm kam heshtur. Tale me kaq. Kam heshtur dhe kam shpresuar se dhe ti një ditë do ke ndryshuar. Po s'para ndryshoj. Dëgjoj, Çfarë do më përgjigje? ja, do e la me kaq sepse ma pëlqen të trupin me shumë pasion, edhe mas asaj përgjigjet në knove këtë këngë, unë e mora përgjigjen, po i shoh si unë e kanë marrë edhe tjerët, kështu që jam shumë e si kënaqur. mendon Gerona? Marku, pyetja tjetër me spec. Ja, pas Jo? spec, si Okay. mendon Gerona se duhet të jetë një mashkull shqiptar që jo vetëm të marrin zemrën e Geronës, por të fitojnë dhe zemrat e vajzave shqiptare. Nuk pa du me Jo thanë mashkulli ideal, perfekt, po. por si duhet të jetë një mashkull shqiptar. Sepse mashkulli shqiptar ka herë kryqëzohet me pa drejt, ose edhe me drejt ka herë, po si mendoni ju si të jetë mashkulli shqiptar? Për mu, mashkulli. Do metemi vetëm te mashkulli shqiptar apo te mashkulli si? Në përgjithësi, mashkulli. Ja, kam të mashkulli shqiptar, se na jena ata që Unë te një mashkull e vlerësoj shumë sinqeritetin, edhe do doja shumë vetëm të kishte ambicie. Nuk jam nga ato goca që du një mashkull të ketë pushtet, të ketë lek, të ketë makina, të ketë atë aftësim për të më zotëruar, thjesht du një mashkull që të ketë respekt, të ketë dashuri, të jetë support për mua, sepse ideja e një artiste është pak e vështirë që të kesh një mashkull që unë nesër pas nesër kur të kem një fëmijë, ai të jetë aty me mua në skenë, duke më suportuar bashkë me fëmijën ton. Do doja shumë që të jetë krenar për atë femrën që ka në krah, të jetë shumë suportuese theksoj, sepse shumë femra e vuajnë këtë gjë, dhe pra vetëm të ambicia. Vetëm të ambicia, një mashkull që do të punoj, do të realizoj, dhe do që të ketë një familje të shëndetshme, dua që të jetë ai mashkull që ta kapa të dorën dhe thotë, "Di si është puna Geron, le ta krijojmë këtë gjë bashkë." Kaq dua nga një mashkull. Minimum. pa shumë e drejtë. Sepse jeta tregon që gjërat materiale vinë edhe ikin. Lumturia e shpirtit nuk ka çmim. Lumturia nuk blihet. Qetësia e shpirtit nuk ka çmim. Kjo është shumë e drejtë që thu, pavarësisht se në ditët e sotme kjo çalon shumë, sepse edhe vajzat tona shqiptare të mira, Mos kalo prap te vajzat. jo, e kam fjalën që ka ndryshu, që jena sinqert, Pse? sepse Kërkojnë meshkujt. Janë bërë shumë materialistike, kërkojnë njerëzit Me Rolexa, me makina. me makina, Po me meshkujt që Dubai. kërkojnë gjithmonë vetëm femra që janë në surgery me Po, plastike, po. ha? Sepse Dhe që unë nesër pas nesër kur të dal në rrugë ndonjëherë, jo se ndiem keq, unë personalisht, po flas me një femër shumë të thjeshtë, unë jam person shumë që personalisht jam shumë e thjeshtë. Edhe ka ardhur dhe koha që ti kur shef një mashkull thua, por dale more se një mashkull po vlerëson një femër që ka po, këta para kolpin, mrapa kolpin. Kështu që mos na fajso vetëm ne. Jo, nuk po fajsoj. Sepse këtu hyn edhe pjesa e realitetit, hyn edhe shumë Instagrami. Pse? Sepse hyn femra dhe shohin meshkujt shumë të realizuar dhe bëjnë krahasime me atë që kanë në shtëpi. Hyn edhe meshkujt, shikojnë ato femrat kaq perfekte me forma perfekte, sepse mashkulli shikon me sy, nuk shikon me tru. Ti kishe shumë drejt që the për punën e mashkullit se si t'jetë një mashkull. Unë e kam thënë herë edhe pa përsëris prep, na fatkeqësisht jetojmë edhe në një kohë kur shumica femrave kanë falso
flokun, falso çerpikun, falso gjoksin, falso buzën, falso atë, e thot e du një mashkull të vërtet. Kupton? Tjena sinqer. Nuk pa du me e të ku... E kemi diskutu, Mark, edhe ta meshkujt. Pra mena që perfektja nuk ekziston. Ishte pjesa e karakterit. Po. Që femrat shikojnë karakterin të një mashkull, Mark. Po. Femrat shikojnë karakterin të një mashkull. Tani femrat. Po flas për femrat që duan të realisht që duan të kenë një familje të shëndetshme, edhe një jetë të shëndetshme, edhe për femrat që duan të jenë shumë të lumtura me bashkëshortin e tyre. Kjo është më e drejta, kjo rruga e drejtë. Kjo është që duhet të luftojmë gjitha, edhe duhet ta ndryshojmë. Se nuk mendon për shembull që meshkujt që kanë lek thonë unë mundem me pas çdo femër sepse ti je kanë lek. Aty duhet të përgjigjet Marku. Po, e kam shpjeguar herët, më njëherë ata meshkuj me buzë se falso kjo falsoja. Po meshkuj që thotë ti kam lek edhe unë ja ve gishtin kujt dush. E kam thënë një herë, ata meshkuj që preferojnë ata femna, kur vjen puna punës, ata i frekuentojnë të femna, shëtisin, bajnë qef me të femna, po kur vjen puna me marrë nuset, shkojnë të katuni vet, edhe zgjedhin nusen për me pas fëmijë me të, me pas jetë me të. T'jena sinqert. S'muna me dalë na jashtë realitetit. Këto kemi edhe atë grup meshkuj që thënë zemrën e një vajzët sinqert, sepse jo shoqër, shoqër që nuk janë shumica e shoqënisë tonë, është 1%. Po. Okej, si ngomet femna. Është përqindje e vogël, por tepër e dukshme në ditët e sotme. Edhe shumë shqetësuese. Po, shumë shqetësuese. Pikërisht, sepse e kena thënë që për shembull femnat ose edhe meshkujt, fëmijët të rinj, njekun modelet e Instagramit. Shohin për shembull djalin atje në Dubai, ti bën një jetë luksi me shampanja, me Mercedesa, me Ferrari, dakor që i ka. Po ndoshta djali jem nuk i ka mundësinë, ai bën viktime aty në luksit sepse nuk e din si ja bëj luks. Ose njëtë në gjohë femna, shohin femnat për shembull vajzat me Chanel, me çanta Chanel, me Gucci aty. Po, kena dy lloj vajzash, kena vajzën ajo bën viktima, ajo vajza e. Kena të lloj vajze që punon nuk ulet në asnjë sekondë dhe kërkon suksesin, por kena edhe të lloj vajze që thot, kur mundem me marrë në kollaj prej Markut pse po lollëm sepse du edhe pak atë rahati teme dhe nuk kërkon vetjen e vet, por i dakord për një gjë më të mirë, aty në vajzave i thohet që lufto për vetin, mos e shiko atë rrugën më të shkurt, që hajt mos e po mundem me marr thjesht se ky milioneri mundet me majt mu, mundet me majt atë dhe atë tjetrën. Kjo është temë tjetër. Që jam e sigurt që do të ftoni një herë tjetër për ta bërë këtë temë, por kur të marrim në pyetje Manjole. Do ta marrim. Deshte me pak nga dhe herë të jeta personale, ju keni një lokal tuaj këto. Dhe tore suksese shumë. Unë prap kam mbetur te komuniteti shqiptar. Po. Dhe uroj që gjithë shqiptarët të suportojnë të vinë te lokali juaj sepse ku ka më mirë se më ardh me frekuentu një biznes të një shqiptares, një vajzë tonë. Po. Tani madje jam duke hapur një restorant tjetër në Garfield, jam duke punuar, është një do të jetë pak a shumë stilin e fast foodit edhe mini tavernës. Suksese. Edhe shpresoj që të na urdhëroni. Po patjetër që po do bëjmë kur të bëjmë grand opening jeni të ftuar, po jo me këtu ftesën live. Uroj që shqiptarët edhe aty në biznesin tjetër të suportojnë jo vetëm nga ana e klientelës, por edhe nga ana se kemi pas nevojë ndoshta për punëtor. Se është shumë gjë sot është me gjithë punëtora bëj fije vështirë këtu në komunitetin tonë. Nuk është dashje vështirë. Nuk e kam pasur të vështirë, më beso. Dhe uroj që të kesh sukses. Shumë faleminderit. E vlerësoj shumë gjithë bashkëbisedim që patëm kaq shumë të sinqert. E vlerësoj shumë energjinë që më dhat, më duket sikur njoh prej kohësh. Pavarësisht se sot është dita e parë që po ju njoh. Kam pasur shumë dëshirë që të jem këtu midis jush, pavarësisht se Marku vonoi çik me ftesën, po më vonë se sa kur. Gjë, unë po thonë ftesën, mos harro. Po prandaj ajo tha Markut se tha femra, po Manjola ftoi. Kështu, ball për ball. Si burrat e. Unë ju falenderoj shumë. Jeni shumë të mirë. Më bëhet shefi që jeni bërë virale dhe ndiqeni kudo, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe përtej nga të gjithë shqiptarët. Komentet që keni janë shumë pozitive dhe më vjen mirë sepse ne kemi edhe çik atë gjën e paragjykimit. Edhe mua më pëlqen që pjesa më e madhe është suportuese ndaj jush, ndihem shumë e lumtur, vërtet realisht shumë faleminderit, ishte shumë kënaqësi.
Apo ke pyetje të tjera, Mark? Jo, s'kam Ti në fakt e thek të përgjigjen pa ta bë pyetjen se na thonë kur ke ardhur te kjo se ti e din emri i podcastit ton është Oda. Të shkur erdhe te kjo Oda jon. Si unive. Ishte Oda, ishte ashtu o tamam si në Korçë, apo në Shkodër, apo ku do në për ku ka shqiptar, që ka të ngrotësinë e shpirtit, që kanë thanë, hajde, buk krype dhe zemër. Pavarësisht se s'kina lana si ka shot buk, ka të pjesë. Por Ja me djetë më njërë. Po, në këtë aspektin tjetër, si unive te Oda shkodrane. Më beso që unë funksionoj shumë me energjinë e njerëzve. Ta them sinqerisht, në qoftë se nuk do isha ndjerë si në shtëpinë time, nuk do kisha pranuar që të vija dhe të isha këtu midis jush. Faleminderit. Dhe për këtë ju them shumë faleminderit. Faleminderit. Faktin e gjithë kësaj gjëje të bukur dhe të mirë që jepni dhe të sinqertë. Ndërsa me komuniku pak me publikun, si na njekon, kena shumë emigranta në tonë botën, ku do që jetojnë, kena thonë shpeshherë, çdo shqiptar që vjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos rinia, janë të gjetë vetveten këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm nga profesionet e tyre, por dhe nga ana e biznesit. Gerona është një shembull i vajzës shqiptare, e cila në bazë të shpatullave të saj, ndjerës të saj dhe talentit të saj, ka arritë që të ketë një jetë të suksesshme edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kur nuk e harron vendin e saj nga ka ardhur, Shqipëninë dhe vazhdon këto me të njëjtën traditë nga ka ardhur. Faleminderit se jeni që ishin në Oda Podcast, të uroj suksese në jetën tënde personale dhe në karrierën tënde artistike. Shumë faleminderit. Kënaqësia ishte e gjithë ime dhe do vi prapë. Faleminderit. Dëgjoj, deri në mësove tash. Tani po. Tani dhe pa ftesë. Edhe pa ftesë, hajde. Miku i mirë e gjen shtrum edhe kur nuk e kanë ftu. Kështu që këtu te ne kena qef me vazhdu atë reputacionin ton që e kena zemrën, e bajmë me ton dashnin e zemrës, se ti e din se sa puna kërkohet, në çdo gjë që ta më bën, nuk ka rëndësi është e vogël, është e madhe, kërkon një energji të madhe, edhe të fillu prej producentit ton që vën orë pafund për këtë podcast, edhe të vazhdu deri te na, Marko, on, Joana, të tanë jena një grup që mundona me tanë zemrën, kështu që Marko ka punë më vështirë, po kjo është ma. E di ku e kam kuptuar. E di ku jam intimiduar fakti që unë duhet të shkoj te Oda. Fakti që pash klikimet edhe se sa shumë viral u bët. E di pse? Sepse pavarësisht çdo gjëje, çfarë ndodh me shqiptarët, gjykimet, paragjykimet, komentet, bla bla bla, çfarë do gjëje, ne jemi një popull që e duam shumë originalitetin. Aty kuptova që jeni vërtet original. Sot e ndjeva. Faleminderit shumë. Jeni shumë të mirë. Ti je shumë originale. Faleminderit, e vlerësoj. Bazë, se unë s'kam pa për para, hera pa që shoh, po ti kam pa videot, dhe keke sinqerisht edhe ti originale sikur je edhe në videoklip. Po të lutem ma thuaj si mami, je shumë e bukur live. Ja, në gjo, tesh me të tanë drejten se gjithë se cili ka ata syte vetë, edhe unë jam me syte femnes, sinqerisht je lakum. Po kështu atë lakumat e Korçës, me ato komplet tiparet e Korçës, kështu që. Faleminderit, me faqe si mall Korçë. Dhe nuk thash gjauna as mallat e Korçës, unë thash lakum. Lakumi ka kënë, lakum ashtu me arra. Shumë faleminderit. E ke të sinqert, edhe prap është ajo, është një zilleku që bën njeri jon, edhe me të vërtet një vajzë njeri për të mbari. Model. Jam një vajzë korçare ose i çfarë? Pra, ta thash në fillim, o korçare o i çfarë. Pra emisionit ton, me shumë keqardhje erdhi fundi. Nuk dua të iki, nuk dua të mbaroj sot kjo intervistë. Kisha ndejur deri nesër në mëngjes dhe deri nesër në darkë. Hajde, prap, këtë jena.
Ti të thame, ftesën e geta hapur, ne me ziq presim, se mos harrones na thret Nuk kur harroj. hapësh restorantin, tavernën, Patjetër, kënaqësia është e gjithë e imja. Ne do jemi aty kështu gosh do na kesh. Gjithë. Patjetër. Unë kam me pasi problem, tash kam me... Vetëm me probleme, Mark. Vetëm me probleme. Kam me njësa shtrok të miti më shkru mu tash. Por zoten, si me kontaktu Geronen, ku mund t'ja gjem numrin e telefonit, ku mund t'a gjem, ku po shkoj. Ma Mark, se unë jam këngëtare, njerëzit më të rasin për dasma, nuk është e vështirë që të gjendet numrin e telefonit. Një ta shtrok të mi, se ka... Vështirësia, dikush është? Të kualitet, se na kërkojmë kualitet. Kush e kërkon të numrin e telefonit, a problemi, ke del shumë. Të lutem, Mark, tani, se kemi standarte këto. Prandaj jemi me qark, këto si jemi. Vërtet. Një shikusit tonë, jurojmë tanëve kudo që jeni, Zoti ju bekov ju, familje tuja, urojmë që kjo verë të jetë një verë plot me pushime, plot me dashni, dhe inshallah dënë Zoti, kush ka mundësi, i kalën pushimet në Bregdetin shqiptar, sepse është turizmi më i bukur në botë, a vendi jonë dhe ta frekuentojmë. Miropashim në episodin tjetër. Miropashim. Miropashim.